disa biseda ndryshojnë, disa biseda duhet e bëj mami, disa biseda duhet e bëj babi. Për sa i përket trupit edhe rritjes së tyre, ti ke folur me Fernandon, apo ke kërkuar, le të themi, Albanit apo këtë gjë? Ja kam kërkuar dhe Albanit. Për shembull, po marr një shembull që është dhe për të qeshur. Ishte momenti, faza tash që fillojnë në rritën në qimet. Qimet, dalin qimet, po. Dhe Fernando nuk e duron dot. Dhe më bëjnë namin, do thot çka ke fol ti për mua? O të gjithë ashtu si duron do kur rritën. Dhe tash unë doja ta mësoja, po si ta mësoja. Edhe i them Albanit, çoj thash, merr ti thash me të pjesë, në makinë, si ti bëj thash, se unë thash ja shpjegoj. E kuptoj. Me fjalë. Po puna është me vepra. Duhet ja tregosh. Tash deri tu ishte rrugtimi imi thash. Tash 13 vjeç e sipër është rrugtimi jot, merresh me kalamajt.